Rikthehet ora dimërore nga sot, akrepat u kthyen 60 minuta mbrapa. Si çdo vit, ndryshimi nga ora verore në atë dimërore bëhet të diel në fundit të tetorit. Ditën e sotme, akrepat e orës do të kthehen pas 60 minuta. Ndërimi i orës në 26 tetor do të ndodhë në orën 03, kur akrepat të zhvendosen në orën 02, duke na dhënë mundësi të flem një orë më shumë. Një tjetër ndryshim është fakti se pasdite do të ketë një orë më pak dritë natyrale. Të gjitha pajisjet digjitale përditësohen automatikisht. Ora diellore qëndron në fuqi deri në 29 mars 2026, kur si gjithmonë në orën 03 të mëngjesit në fuqi yn ora ligjore, e njohur ndryshe si ajo verore. Përcaktimi i ndryshimit të orës nuk ka asnjëherë datë fikse në të dyja rastet, por aplikohet gjithmonë natën mes të shtunës dhe të dielës fundit të tetorit në muajin mars. Prej vitesh diskutohet për ta eliminuar këtë ndryshim nga ora legale në orën diellore, por vendet e Bashkimit Evropian ende nuk janë dakordsuar, megjithse ekziston mendimi se ndryshimi i orës ka efekte jo të mira në shëndetin mendor, shpenzim energjie të ardhurash e të tjerë.